shpesh herë eskortat infiltrojnë brenda mediave për të rritur edhe pazarin e tyre, le të themi. Jemi në një kohë që kemi dy nga ngjarjet më të rëndësishme mediatike të showbizit, siç është Big Brother VIP Kosova dhe Big Brother VIP Albania. A ka nga këto personazhe këtu të përfshira, pa përmendur emra gjithmonë? Në fakt, nëse ju referoheni kastit Big Brother VIP Albania që ka hyrë këtë vit, më pëlqen shumë si kast, një pjesë të vajzave sigurisht që i njoh edhe më herët si personazhe publike, jo ndonjë njohje personale dhe kanë një tjetër lloj qasje dhe një tjetër lloj integriteti. Ndërkohë, ajo që mua më ka bërë shumë përshtypje edhe për mesazhin që përcillet janë pjesëmarrësit në Big Brother VIP Kosova. Qartë. Pa dashur të paragjykoj dhe të gjykoj askënd, qoftë nëse hyn për të rritur një nivel të dukjes së tyre apo gjithçka tjetër, por mënyra e sjelljes, mënyra e le të themi mesazhit që përcjellin, mënyra se si drejtohen njëri tjetrit, ajo vetëm lojë që nuk është. Pra, për shembull, më ka bërë shumë përshtypje një nga rastet kur njëra vajzë nuk më kujtohet se si e ka emrin, është modele në mos gaboj, i drejtohej vajzës tjetër dhe i thonte që ti nuk je asgjë sepse i dashur jot është tashmë në DM-in tim dhe po më shkruan mua. Pra, që këtu kuptohet niveli dhe nuk ka nevojë të flas më shumë.